Administrata e Trump duket se I ka lënë thatë të gjithë. Shumë emra në radhët e PS dhe PD u gëzuan jashmase kur u njoftua se ekspertët e Obdat dhe ICTAP ishin larguar nga SPAK, KLG, KLP dhe policia e organet e tjera. Të korruptorit menduan se tani SBA u largua nga drejtësia dhe ata do të bëjnë çfarë të duan me të. Mirëpo lajmet e këqija ju kanë ardhur. Dje u bë me dije se ekspertët e Obdat janë rikthyer në SPAK dhe kanë nisur punën atje ku e lanë. Ata po asistojnë prokurorët në çështje nga më të ndryshmet, duke ju ofruar ndihmë, trajnime, pajisje dhe asistencë në hartimin e rregulloreve dhe çështjeve të tjera të punës. Por ata nuk janë rikthyer vetëm në SPAK, duket se asistenca atyre vijon në radhët e policisë. Ambasada e SBA bën me dije se specialistët kanë dhënë mbështetje në Akademinë e Sigurisë për nxjerrjen e policëve të rinj. Urime klasës së 11 të specialistëve të krimit që përfunduan me sukses kursin e hetimit të krimit për policinë e shtetit. Kursi mbështet aftësinë e forcave ligjzbatuese shqiptare për të penguar aktivitetin e krimit të organizuar dhe trafikut të drogës që dëmton amerikanët. Këta specialistë të krimit mësuan teknikat kryesore të hetimit të krimit, si mbledhja e provave fizike, regjistrimi I dëshmive, marrja në pyetje të dyshuarve dhe informimi I prokurorëve. Kursi është zhvilluar nga ekspertët e Departamentit të Drejtësisë së SBA, financuar nga Byroja Ndërkombëtare për Narkotikët dhe çështjet e zbatimit të ligjit të Departamentit të Shtetit. Shkruan ambasada, pasi Trump firmosi urdhrin ekzekutiv për ndërprerjen e asistencës së huaj, rreth 50 ekspertë të SBA u larguan nga institucionet, por pezullimi I punës ka zgjatur 2 muaj, pasi si duket, pas verifikimeve që ka bërë Dash, janë rialokuar fondet që mundsojnë pagat dhe programet e tyre. Vetë qëllimi I urdhrit të Trump ishte për të bllokuar paratë që shpërdoroheshin kot, por duhet theksuar se ekspertët që mbështesin drejtësinë janë sjellë direkt nga Departamenti I Drejtësisë në SBA dhe paguan prej tyre.